Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive. Do bëjmë një mesazh nga letrat Lenomar që janë mesazhe të thella dhe mesazhi juaj është buqeta e bukur të dashur peshqi. Buqeta është shpërblimi i papritur që vjen pas një periudhe të vështirë. Është diçka që nuk është detyrim, por dhuratë. Një buzëqeshje, një fjalë e bukur, një mesazh që të ngroh shpirtin, një kujtim që vjen në kohën e dur për të kujtuar se jeta është edhe e ëmbël. Kjo letër tregon një energji të ngrohtë që po afron dhe të fton të pranosh, pa e analizuar shumë, pa dyshuar në sinqeritetin e saj. Në aspektin emocional të dashur peshqi, në dashuri pra, kjo është një letër flirtuese, romantike dhe shumë pozitive. Mund të tregojë një ftesë, një dhuratë, një gest që bën zemrën të ndalojë për pak, ose një moment të bukur në qift që forcon lidhjen përmes kënaqësisë së ndërsjell dhe vlerësimit. Nëse jeni beqar, kjo letër sjell një afrim të këndshëm, dikush nuk është domosdoshmërisht dashuria e jetës, por që sjell ndriçim, kujdes dhe një ndjenjë që e vlen të jetohet. Në thelb kjo letër thotë, prano dashurinë në formën që vjen, qoftë e vogël, por e vërtet. Në aspektin profesional, në punë, buqeta mund të nënkuptojë njohje për punën tënde, një dhuratë, një falënderim ose një mundësi që shfaqet si shpërblim për përkushtimin që ke treguar. Mund të jetë një moment i këndshëm që të kujton pse ke nisur këtë rrugë. Gjithashtu kjo flet për kënaqësinë që vjen nga krijimi, kur puna jote ka aromën e një lulëzimi që shfaqet edhe tek të tjerët. Si energji personale dhe shpirtërore, buqeta është mirënjohje në veprim. Është koha për të ndalur për pak dhe për të parë çfarë ka lulëzuar në jetën time. Kujt mund t'i dhuroj një buqetë simbolike, qoftë një fjalë, një vëmendje, një praninë time të plotë. Kjo letër të kujton se shpirti udhhiqet apo ushqehet me bukurinë e vogël, me ngrohtësinë e një qasi të mirë, me një aromë që të lidh me kujtimet, me një detaj që bën jetën e juaj të ndritshme, të dashur peshqi.